Barazia e plotë e përdorimit të gjuhës shqipe është një ndër pikat kyçe të deklaratës së partive shqiptare në këtë periudhë të fillimit të bisedimeve për formimin e qeverisë. Lidhur me këtë çështje, nga VMRO DPMN kanë theksuar se për këtë qëndrimin e qartë ka dhënë kryetari i tyre Nikola Gruevski në intervistën e fundit për Dnevnik, ku ai ka thënë se dëgjuesia në të gjithë territorin dhe ndarja në kantone nuk mund të realizohet nëse VMRO DPMN është kundër saj. Në lidhjen Socialdemokratët e Maqedonisë edhe në ditën e 4 janë në heshtje dhe nuk dëshirojnë të komentojnë deklaratën e partive shqiptare. Nga Partia Shqiptare thonë se qëndrojnë pas kësaj deklarate dhe sidomos për rregullimin e përdorimit të gjuhës shqipe, si e drejtë themelore dhe kushtetuese. Nga Lëvizja Besa si parti nënshkruese kësaj deklarate theksojnë se qëndrojnë pas saj, që kanë nënshkruar dhe parimeve të tyre politike për të biseduar për formimin e qeverisë. Për ne si Lëvizja Besa është më rëndësi të ngelim në parimet dhe qëndrimet tona. Ato për cilat kryesia jonë ka vendosur janë 3 parakushtet eventuale. Mirë po, këto 3 parakushte nuk vlen për VMRO DPMN përderisa ajo udhëhiqet nga Nikola Gruevski dhe ky leadership. Analisti politik Albert Musliu vlerëson se zyrtarizimi i gjuhës shqipe do të ndodhë, i pëlqej apo nuk i pëlqej dikujt, në këtë rast duke përmendur deklaratën e fundit të kreut të VMRO DPMN-s Nikola Gruevski. Se e ndjen se është ka fundi i karrierës edhe gjithë këto fjalime i përdor që si të thuajnë që ne të shkone pak me famë. Domethënë, këto çështje janë çështje të cilat do të realizohen, do të përmbushen pavarësisht prej vullnetit dhe dëshirës tij. Nuk është diçka që duhet shqetësohemi ne, duhet ofendime gjithsesi nuk duhet t'i falim edhe t'i harrojmë, por nuk është diçka që duhet na shqetësojë si skenë politike ose eventualisht në një të frikojmë për ndonjë scenarios tërët. Këto janë fjalë të një politikani i cili mendoj se është edhe i vetëdijshëm se karrierën e ka mbyllje. Në deklaratën e përbashkët të firmosur nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Rilindje me Bezë Alianca për Shqiptarët, nënvizohet arritja e barazisë së plotë gjuhësore, përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e qeverisjes dhe garantimi i përdorimit të saj si e drejtë themelore dhe kushtetuese. Sipas saj, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë duhet të përcaktojë se gjuha maqedonase me alfabetin qirilik dhe gjuha shqipe me alfabetin e saj janë gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë.